Jemi live nga stadiumi I Leskovcit, atje ku po mbahet seanca stërvitore e kombëtares tonë. Seanca e fundit, për atë do të jetë ndeshja e nesërme, ndeshja e rëndësishme. Në konferencën për shtyp Silvinho me shumë delikatesë dhe shumë elegancë mundua ta kalonte se të gjithë ndeshjet janë të rëndësishme, por realisht kjo është ndeshje përcaktuese për fatin e kualifikuesve. Do të shkojmë apo jo në play-off, varet nga ajo që do të ndodhi nesër mbrëma. Sigurisht janë të rëndësishme të tjerat, por kjo është goxha përcaktuese sepse është e drejtë për drejtë. Me Serbinë nda një pikë, por kemi edhe një ndeshje më shumë. Gjithsesi, këto janë planet e para të seancës stërvitore. Së bashku këtu me mua nuk mungon asnjëherë pranë kombëtares, Blendi Fevziu, përshëndetje. Kam kënaqësinë ta ndaj me ju këtë 10 minutësh në Klan News, kështu që le ta komentojmë bashkë edhe këtë seancë stërvitore, por edhe këtë prag sfidë apo atmosferë le themi këtu në Leskovc. Faleminderit për ftesën, me që gjenda kënaqësi gjithmonë në Leskovcit. Si të duket ky dallimi krahasuar? Ju keni qenë edhe në 2014-ën, masa sigurie goxha shumë kontrolle, ndoshta tepruara apo të nevojshme? Jo, nuk besoj se ka pasur masa sigurie të tepruara, ndoshta tepruara në raport me vendet e tjera ku shkon për të luajtur kombëtare, por në raport me 2014-ën, masat e sigurisë kanë qenë shumë herë më të forta në 2014-ën, edhe në momentin e mbritjes, edhe për arsye se ndeshja zhvillohej në Beograd dhe nuk ka qenë këtu, është më izoluar, zona është vetë më izoluar, hoteli është shumë larg zonave të banuara, ndërkohë që në Beograd kemi qenë në Hayat, që ishte një hotel në qendër të qytetit, nuk ishte I bllokuar hoteli, hynin dhe dilnin, po quaj klient hotelit, këtu gjithçka është më izoluar dhe më lehtë për të menaxhuar. Edhe që bëri përshtypje sot sepse Serbia akomodohet në qendër të Nishit, në hotel Ambasador në mos gaboj, dhe nuk kishte asnjë tifoz, ishte një atmosferë shumë e qetë, ishin akomoduar aty dhe nuk pash domosdoshmë grupime tifozësh edhe të 2014 dhe mbaj mend që tensioni ndeshjen e 2014 ka qenë shumë herë më I lartë. Mbaj mend kur kam arritur në Beograd dhe jam takuar me ekipin kombëtar që ishte po përgatitej për të shkuar për ndeshje. Aty ishin dhe ish futbollistët e vjetër shqiptar të Kosovës që kishin luajtur me Partizan e Beogradit apo me skuadra të tjera, edhe ndihej tensioni shumë tepër. Në raport me këtë deri tani situata duket më e qetë, aq më tepër që stadiumi do jetë pa tifoz, biletat nuk janë shitur në shitje të lirë, pra janë ndarë me janë ndarë po administratës, klubeve, një plani po. Mungesa e tifozëve, unë nuk di të them nëse për ne do ishte më mirë apo më keq me tifoz, mendoj që ekipi serb do ishte më nën presion, nëse do të ishte në një stadium më të madh me tifoz, do ishte presion më të madh, sepse do ishte presioni I tifozëve, kështu do të jenë më të çliruar. Megjithatë, për ne serbët mund të luajnë edhe për një barazim. Ne kemi vetëm një rrugë fitore nëse duam të vazhdojmë play-offin. Ose barazimet mundi me Anglinë pastaj. Shohim pak, kjo ka qenë Ky është më e mundshme të mundim Serbinë këtë se sa Anglinë, që do vije kualifikuar gjithsesi, ë? Po, vjen e kualifikuar dhe ky megjithatë mundesh Anglinë nuk është shumë. Nuk është e vërtet. Këtë mbledhja parë e Silvinhos, portierët në një anë, më pas lojtarët që ndoshta vrapojnë bëjnë ca kombinime, nuk është se tregon shumë ky 10 minutë për hir vërtetës, sepse trajneri mbasi dalin mediat jashtë mundohet të eksperimentojë diçka. Jo vetëm aq, po unë nuk është se e njoh pjesën e skemës apo si do luaj gjërat, me aq sa pash unë nuk duket që ka mungesa tek tonët. Ismaili dhe Kumbulla jemi jo se skemi, se është thuar Klisman Caki I luan tek Shkëndia, Enea Mia që është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka ardhur për 2 qendërmbrojtësat që si alternativa. Në dëmtim nga 2 qendërmbrojtës. Po besoj që në përgjithësi është formacioni plotësuar. Ti pret një surprizë se normalisht Silvio na ka mësuar që mos bëj surpriza, luan po luan me brenda zonës sigurisë. Gjithmonë brenda zonës sigurisë. Shiko, kam përshtypjen që është nga ato ndeshje që shpesh herë varet si të merr ndeshja. Do të thonë sa problemi është që në raport tash me 2014 nuk ndihet ai mobilizimi dhe tensioni I 2014-s, që në janë mund të jetë shumë më pozitive. Kurse në anën tjetër duhet të shohim pastaj se sa në krahasuar me ndeshjet e fundit që ka luajtur Shqipëria duhet të jetë shumë më mirë nëse do të fitojë. Shiko sa interesante është atje, ka filluar countdowni I kohës që media duhet të qëndrojnë. Na ka ngelur 13 minuta, shumë interesante, se kisha parë këtë. Megjithatë stadiumi duket stadium interesant. Stadium interesant, po merren disa informacione sot, është e para do me 5000, pjesa ku është flamuri nuk do jenë me tifoz apo këto le themi banderolat që janë të UEFA-s, pra jo racizmit, respekt
dhe njerëzit do tulen kudo pastaj, ato biletat që janë shpërndarë. Mora informacion që ka shumë security, pra shërbime sekrete që do jenë shpërndara në për vende. Problemi serbës sa problemi yni, ky ishte edhe një shkaqet që u transferua nga Beogradi në Leskovc ndeshja për arsye disa ndeshje janë për arsye të situatës së pastabilizuar politike në Beograd. Gjithmonë problemet që ka Vučić. Grumbullimi i madh i grupeve tifoze që mund shkonte deri në 50.000 në stadiumin e Crvena Zvezdës është i pakontrollueshëm në momentin e daljes nga stadiumi. Domethënë po të bësh rretje, pjesa po quaj qeveritare ose pjesa shtetërore serbe po mundohet të shmangin çdo lloj mundësie organizimi, që ata janë pritjet një proteste të paralajmëruar shumë të madhe të opozitës, që duhet jetë në ditët ndihmë. Kundër Vučić. Patjetër. Kundër Vučić. Situata politike në Serbi që ka diktuar më shumë se sa tensioni që vjen nga ndeshja e 14. Dhe ndoshta kjo ka të bëjë edhe me faktin që këtu vinë dhe skuadrat e tjera të Beogradit që luajnë, se Partizani Beogradit, këtu ka ardhur ka luajtur dhe Fiorentina madje në Conference League për të shmangur to grumbullimet që mund të shfrytëzohen politikisht në Beograd, që mund të shfrytëzohen politikisht. Jemi me pamjet e drejt për drejta, kemi edhe 11 minuta, faza e nxemjes, lojtarët gjithë dispozicion, edhe pse kanë ardhur disa më herë, disa më vonë, por kjo ndeshja të shtunës, UEFA i ka tentet premte të shtunë, na favorizon pak Blendi edhe trajnerin sepse ka patur më shumë kohë për të punuar me lojtarët. Kjo sjell të njëjtën, po e njëjtja e sjell shumë shpejt ndeshjen, nuk ke të hënë të martë ke dhe të mërkurën ti transferohesh, kurse kjo është të jep më shumë mundësi për të punuar me lojtarët për të parë gjendjen. Plus që krahasuar me qershorin kam përshtypjen që lojtarët vinë më të freskët. Po mua më bëri përshtypja se në qershor ne shfaqem një energji të jashtëzakonshme, mua ka bërë përshtypje ndeshja e qershorit, për i të vërtetës. Varet, unë kam përshtypjen që nga ana fizike. Nga ana fizike mundet, por kam përshtypjen që ne kemi pasur probleme në ndeshjet e fundit, nuk ka qenë Shqipëria. Shiko, Shqipëria nuk është një ekip që ka fituar çdo ndeshje, është një ekip që edhe ka humbur, ka pasur shumë probleme. Kam përshtypjen pjesa më e madhe e tifozëve janë të kënaqur kur ekipi luan mirë në fushë përveç rezultatit. Në sa ndeshje mendon që kemi luajtur mirë në këto kualifikuese? Ndeshjet këto kualifikuese kanë pasur probleme, edhe në Liga edhe ndeshjet e tanishme kanë pasur probleme për Shqipërinë. Po ke parasysh që për shembull me Jugosllavinë e dikushme, Serbinë e sotme ne pothuajse s'kemi fituar asnjë ndeshje, në përshtim asaj që kemi marrë në tavolinë. Po ka se dole fikse, sepse unë i përgatis shumë të dhe jam shumë bas shifrave, ka shumë interesante, sepse Silvio, mikrofonin po më thonë që do të ambash pak më afër, po më thonë, po shikoja që thyrja këtyre tabuve, Silvio e ka bërë. Pra me Polonjë s'kishim asnjë fitore, e mundëm i hoqën dhe trajnerin. Me Çekin s'kishim asnjë fitore, e mundëm i larguan dhe trajnerin. S'kishim fituar kundër Ukrainës, në Ukrainë shkuam fituam. S'kishim fituar në Gjeorgji asnjëherë, shkuam fituam. E këtyre kualifikuesve është ajo e kualifikuesve të europianëve. Okej, po këto kanë ndodhur gjatë dakord, po Ukraina Gjeorgjia 2-0, e vërtet 3-0. Gjë që nuk po të shfaqet më në këto kualifikime. Është bllokuar Asani për i vërtetës. Bllokim edhe në sigurisht e lexojnë. Si sulmi nuk është më ai që ka qenë. Besoj e mban mend se sa problemi ishte ndeshja me Lituaninë, domethënë kemi pasur problem për të shënuar, duke i sigur para portës ishin gjithmonë konfuzion. Pra ka një ndryshim të ekipit të ndeshjeve kualifikuese të europianit në raport me ekipin që po luan kualifikueset e botrorit. Flas në sulm. Dhe të them diçka tjetër që në 4 ndeshjet e fundit, kjo është më duket alarmante, nuk doja t'ja bëja pyetje Silvinjo sepse ndoshta nuk kërkoj të jem pejorativ, apo në 4 ndeshjet e fundit ne kemi shënuar 3 gola, nga cilët 2 janë me penallti dhe 1 është autogol. Dhe kjo është një situatë ku realisht po nuk shnoj Bajrami, Asani, Aslani, ne sikur nuk arrim do ta furnizojmë atë repartin e sulmit. Ajo, shiko, unë e shoh Shqipërinë, domethënë flas që prej ndeshja parë që mbaj mendur që kam parë me Shqipërinë, ka qenë duke të jetë në vitin 80 ose 81, Shqipëria kundër Finlandës dhe pastaj ndeshja me Gjermaninë 2-0 me golat e Schusterit. Këto mbaj mend si fëmijë. Edhe shpresa se për ishte një periudhë atëherë që Shqipëria u dënua kur isha i vogël dhe nuk merrte pjesë në eventet europiane. Shqipëria e kualifikimeve të europianit ishte Shqipëria më e mirë që kam parë ndonjëherë në jetën time. Ishte spektakolare për arsye të golave. Ishte Shqipëri që fitonte me 2 apo 3 gola avantazh, fitonte në Island, ke parasysh ishte një ekip krejtësisht tjetër. Dhe UEFA për më tepër, vetëm pak ditë më parë në faqen e saj, i krijoi një tribu me 4 golat që Yasir Hasani kishte shnuar në kualifikuese, gola spektakolar, njëri më i bukur se tjetri. Ishin të jashtëzakonshëm. Moldavi, Faroe, Çeki dhe Poloni, që ishin vërtet
njëri më i bukur se tjetri. Golat rrallë, gati e pabesueshme mënyra se si i shënonte ato golat. Ti e mban mend që stadiumi ngrejnë këmbë sapo ai kapte topin. Kur ndodhi me Polonin, nuk e besoja që Asani, sepse tentoi dhe me Çekin dhe kur kam parë atë moment që ka shkuar në rrjet, jam habitur vërtet. Nuk kam besuar. Megjithatë kjo është ndeshje shumë e rëndësishme. Domethënë praktikisht kjo është ndeshja vendimtare. Tani ta heqim pjesën e emocioneve që dalin përtej futbollit, kujtimet e ndeshjes 2014-s. Kjo është ndeshje reale futbolli dhe është ndeshja më e rëndësishme. Ti shikon në nivel futbollistësh, shikon diferenca? Shiko, Serbia besoj që ka futbollistë më të mirë në totalin e saj se sa ekipi ynë, po i ndeshje futbolli edhe kur ka diferencat të mëdha mund të marri përmbar. Kurse ne me Serbinë nuk është se kemi diferenca të jashtëzakonshme. Natyrisht është një ekip mund të ketë lojtar më të mirë në përgjithësi, pra në totalin e tij mund të jetë një ekip më i shtrenjtë, po besoj që Shqipëria me lojtarët që ka sot dhe që ka pasur, për mua ka lojtarët më të mirë të historisë saj, pra në raport me përfaqësimin ku ata janë në klube, Shqipëria ka shansin të bëjë një ndeshje shumë të mirë dhe me Serbinë. Dhe mbi gjitha vura re që futbollistët janë shumë të qetë. Nuk janë ndikuar psikologjikisht siç ndodhi për shembull ndeshjen e Tiranës ku presioni i tifozëve ishte shumë i madh. Kësaj herë presioni është më i vogël edhe mediatik në raport me. Ndoshta fillon edhe në momentin kur hyhet, kur fillon të ndoshta fillon 24 orëshin e fundit, mund të jetë dhe kjo, po besoj që tensioni në përgjithësi është më i vogël. Është më i vogël edhe në rrjetet sociale nëse ti sheh, nuk është presioni i ndeshjes me Serbinë në Tiranë, ndaq më pak i momentit kur Shorti na vendosi përballë në të njëjtin grup. Është në momentin kur Po. Shiko, edhe në 2014 Duka nuk donte që ne të përballeshim me Serbinë sepse ishte problematike, mos harro dhe një gjë, sidomos në 2014 kemi qenë dhe shumë më afër nga lufta e Kosovës. Gjysma e ekipit shqiptar ishin shqiptar të Kosovës, që kishin histori personale edhe të rënda, duke nisur nga Mërgi Mavra e shumë të tjerë. Kështu që ishte një ndeshje që kishte emocione shumë më të mëdha se sa ka ndeshja e sotme, kur distanca kohore është më e madhe. Dhe thash, presioni nuk ndjehet ai shumë, po mund të jetë vërtet kjo që thoni ju që 24 orët e fundit fillon dhe rritet. Edhe diçka Bledi, mendoj që është, le të themi, vullneti dy palëve, dy federatave, apo është dhe vullnet politik, po themi mes Ramës dhe Vučićit për mbarvajtjen e kësaj ndeshje. Dhe mos harrojmë që në 2027-ën edhe për sytë e UEFA-s dhe të Europës duhet që çdo gjë të shkojë mirë. Po unë besoj kjo është më e forta, fakti që Shqipëria dhe Serbia do organizojnë një kampionat që është i dyti më i rëndësishëm mbas europianit 21 vjeçarëve, pavarësisht se janë të ndarë. Pra nuk do luhet midis Serbisë dhe Shqipërisë, do zhvillohen një pjesë ndeshjeve atje, një pjesë ndeshjeve në Shqipëri. Kjo ndeshje padyshim që kujdesi i madh i Federatës Shqiptare dhe Federatës Serbe është që kjo ndeshje të mos bëhet, po themi, një lajm i keq për të ndikuar mbi europianin. Pesha, unë mendoj që federatat. Pesha më e madhe është pesha e federatave, të cilat nuk duan të krijojnë një eksperiencë negative për kampionatin e 20 vjeçarëve. Ki parasysh një gjë, që unë nuk të flas dot për Serbinë se nuk e di si është situata, por për Shqipërinë, kampionati i 21 vjeçarëve do jetë një ngjarje tejet e rëndësishme. Do jetë ngjarja më e rëndësishme. Ne zhvilluam kampionatin 17 vjeçarëve, edhe prap pati një peshë, imagjino kur të vinë ekipe ku një pjesë e futbollistëve janë gatshëm për të luajtur me ekipet e para. Dhe vëmendja patjetër, po e pash qershor ku ishte pati një vëmendje të jashtëzakonshme, sepse sidomos kur erdhi faza çeyrek-finale, gjysmëfinale ishte midis tyre ka futbollistë të mëdhej që janë të gatshëm për ekipet kombëtare. Thash, unë qelloj që atë ditë që ekipi gjermanistë që luajti me Shqipërinë. Ishte edhe Gruta dhe Viperi që janë kandidatë. Ishte Gruta dhe Viperi që janë të dy kandidatë për të luajtur me ekipin e parë të Gjermanisë. Po, që do të jenë edhe për Europianin që vjen. Do jenë për Europianin që vjen, në qoftë se Gjermania nuk i merr në ekipin e parë. Po. Se mund të jetë që ti marrin në ekipin e parë. Kështu që luajnë futbollistë në një nivel shumë më të mirë, me një vëmendje shumë më të madhe, do ketë tifozë shumë më tepër se në kampionatin e 17 vjeçarëve, kështu që për Shqipërinë është e domosdoshme që të rikonfirmohet si një, po e quaj, një vend europian i nivelit më të mirë për të organizime të këtij lloji. Shqipëria ishte shumë vështirë të futej në këto organizime. S'kishte stadiume, s'kishte hotele, s'kishte infrastrukturë, nuk është kaq e thjeshtë. Po të vjerë, ne deri këtu ku mbritëm, e gjithë autostrada ishte e bllokuar me polici. Unë nuk e di nga ishin nxjerrë gjithë të forca policore për të pasur në çdo kryqëzim rrugën e një polic. Kështu që imagjino të organizosh një gjë tillë, se kjo nuk vlen vetëm për ndeshje me Shqipërinë, vlen për çdo ndeshje futbolli.
të vinë gjithë ato ekipe që do luajnë në Shqipëri, edhe organizimi kërkon një... Dhe të them diçka personale, që isha pranë hotelit që në momentin kur erdhi autobusi dhe sigurisht nuk më lanë që të filmoja, por që kur i thash që tani duhet iki sepse kam punë në Leskovac, okej, pavarësisht se më vonuar pak, por më ka shoqëruar derisa u futa në autostradë për të marrë rrugën për Leskovac, më shoqëroi furgoni i policisë, që të bindeshin plotësisht që unë po largohesh apo jo. Domethënë deri këtu nuk ma mori mendja, thash se kishte rrugën ai mas meje, po që deri këtu kanë arritur. Shohim edhe disa pamje tjera sepse po vim tek 3 minutat e fundit të kohës që ne kemi, pastaj do të zhvendosemi jashtë sepse kaq është e lejueshme nga Kush beson se do luajnë sulm? Duke njohur Silvinjon, po them Manaj. Personalisht do preferoja Dakun, si potent, si lojtar i fortë. Po nuk e di dhe Broja, sepse Broja shpeshherë ka thënë që ka lënë të kuptohet që okay, unë aktivizohem krahun e djathtë, por nuk është pozicioni im. Pra Broja sulmus, po themi Hasani ose Bajrami dhe Hoxha, po themi si dy wingera me Laçin, me Aslanin edhe me Sheun, mes fush, mendoj që mund të ishte një opsion. Rëndësishme është edhe mos kemi dëmtim qendër të mbrojtjes, sepse alternativat pasaj do jenë pak. Ajeti, mbrojtja nuk lëviz. Mu them Strakosha, Ajeti me Xhimshitin dhe që gjithsesi ka shmangur çdo lloj, doli Hysaj, sot nuk doli Bra Xhimshiti për të shmangur ato pyetjet që mund të bëhen për sa i takon bashortes të serbe që u bën, që s'kan asnjë lloj lidhje. Dhe do të jetë Hysaj me Mitajn. Pastaj mendoj Aslani, Ramadani dhe Julian Sheu. Treshja e sulmit është ajo që ndoshta është më por ne diskutojmë, por Silvino na tregon që pothuajse nuk ndryshon asnjëherë. Mbetet gjithmonë në zgjedhjen e tij. Shiko, gjithmonë trajnerët kanë një lloj fanatizmi në raport me të preferuarit e tyre dhe nuk mund t'i paragjykosh për këtë gjë. Dhe në fundit trajneri e di si luan, ai e bën skemën, pavarësisht se ne të gjithë bëjmë si trajner. Është para shumë. Kështu erdhën na njoftuan që duhet largohemi. Ke edhe 1 minutë e 15. Ma thyej ai sulmin tënd atëherë? Jo, unë s'kam ndonjë preferencë. Shiko, unë jam fan si Brojës edhe gjithmonë kam menduar që kam pritur shumë që Broja të ketë atë shpërtimin që patin fillimet e tij kombëtare. Me Direja. Mirë, Blendi e mbyllim sepse edhe për na thonë ka filluar dhe minuta e fundit. Për Klan News ne e mbyllim këtu, por sigurisht do të jemi edhe në lajmet e televizionit Klan në orën 19:30. Në Klan News do të lidhemi përsëri, do të japim edhe informacione të tjera dhe një tjetër informacion është që në orën 18:30 fillon stërvitja e skuadrës serbe, por në qytetin e Nishit, në stadiumin e Nishit. Pra nuk vjen në stadium, do ta zhvilloj gjithçka në stadiumin e Nishit. E mbyllim këtë transmetim sepse nuk na lejon më UEFA. Faleminderit.